Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Ky është horoskopi i martë 11 nëntor 2025. Dashi. Puna zgjohet, njerëzit që kanë ndryshuar strukturën e biznesit të tyre gjatë 2 muajve të fundit, ose kanë bërë një zgjedhje të rëndësishme, tani e dinë se në cilën rrugë të shkojnë. Demi. Ju do të jeni në gjendje të menaxhoni më mirë gjithçka me përqendrim të shkëlqyeshëm. Puna mund të menaxhohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Binjakët. Do të rifitoni besimin dhe optimizmin. Do të merrni një lajm të mirë dhe në dashuri duket se po kërkoni shumë, duhet të përqendroheni në situata të pamundura. Gaforia. Konsiderojeni këtë një kohë interesante për takime të reja. Ka ardhur koha të kërkojmë zgjedhje më të mira, një ditë që premton përgjigje të mira. Luani. Kujdes nga paraja, një kërkesë mund të vijë nga familja. Shtyni intervistat e rëndësishme dhe mbi të gjitha përpiquni të merrni këshilla. Virgjëresha. Ky moment do të jetë i rëndësishëm për të vlerësuar histori të reja, edhe për t'u përfshirë në mjedise të ndryshme se zakonisht. Sot keni forcë dhe rezistencë të madhe. Peshorja. Nëse ende nuk ka dashuri, do të thotë që nuk e dëshironi atë ose se jeni mirë vetëm. Ka një çështje pune ose parash që duhet zgjidhur. Mos e lini të sigurtën për të pasigurt, pasdite më mirë se mëngjesi. Akrepi. Gjithçka që lind në javët e ardhshme duhet të vlerësohet si e favorshme. Sa i përket punës, mundësitë dhe lajmet e mira po vijnë, merreni me punë. Shigjetari. Puna kërkon pak durim sepse disa referenca mund të ndryshojnë me gjas takime të rëndësishme. Disa punë të papërfunduara për t'u pastruar. Britqapi. Në vendin e punës, dikush ka gjetur njerëz kundër të cilëve ju i konsideroni miq. Ju do të keni nevojë për para shtesë kësaj here. Ujori. Koha e mirë për të kontaktuar njerëzit e duhur që do të gjeni pa shumë përpjekje. Konfirmime, marrëveshje, kontrata, por mos u tregoni shumë të ashpër ndaj vetes. Peshqit. Një hap në cilësi në çështjet ku ka pasur një ndalesë, polemika me kolegët, disa pagesa të vonuara, mendoni për argëtim, për disa ditë ne do të fillojmë përsëri. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.